Dhe një ditë, prej ditësh, kemi qenë unë, Shaban Muja, edhe Fatmir Zymeri, bashkë me një Izraelit, që quhet Musa Levi, ta nga darkë të gjeli. Edhe më ka thirë Fatos Klosi, decidivesht. Ku je, thash të gjeli? Tha, ditha që kanë vra ministrin. Thash, cilin ministra, më den? Tha, ministrin e mbrojtjes. Që digjone. Ku je? E i tha, edhe një më pyti, të gjeli. E në ardha ta policia e rajonit 3, është ardhe një shok i jemi që na e kemi qujt lepur, është dritan Avllaj, me ata, edhe më kanë përcjell deri të hoteli, që atë natë kom flajt në dhomë me Fatmir Zymerin, se në Rogner kom flajt, veç kur ka ardhur Fatmir Zymeri, kom flajt një dhomë me ta, mulad me dush, se jo diçka. Në Shqipëni atëherë ka qenë problem me pas dush mulad. Edhe fillun, e vrau aj, e vrau ky, jo ku ke sot dhe ku ke nesër, por unë mendoj që komploti është i 2 grupimeve, nuk është e vërtet që shteti shqiptar e ka vrarë, s'është e vërtet që Shiku e ka vrarë, s'është e vërtet që Fatos Klosi ose dikush nga oficerët e Shikut ka marrë pjesë, s'është e vërtet që kam ditë as që ka përmen kush në erë, që duhet me bën një akt tillë, por atyne që e kanë bëj, ju ka interesu me gjujt gurin dikon tjetër, që me u marrë me neve, mos u marrë me ata. Tani, ju takon organeve të drejtësisë, me identifiku disa gjana që edhe për cilat duhet të funksionoj dhe të merret prokuroria e shtetit edhe jo neve kështu në për studio me fjalë arakuzu ato herë këto, por merret një herë e mirë dikush. Qysh kemi nevojë me u marr fort, me bë komisionet, me bë organet e drejtësisë cilat i mbyllin çështjet dhe ose ngrejnë akt akuza dhe identifikohet dikush, ose mbyllen. Unë kom qenë i gatshëm me sqaru, çka di, kur gjo ma shumë se që po flasë, dhe i tash. Ju ndonjë informacion konkret? Si s'munësh me, shiko, me pas informacion konkret, edhe me majtë më shefti je pjesë e komplotit, ti duhesh me dhonë llogari. E qysh je ti duhesh me ditë kush e ka dhonë urdhën, kush ka marrë pjesë, a e ke pa, ku janë marrë fyshek, ku janë marrë armë. Tu marrë parasysh e ke, ishte shumë i sigurt që nuk e kanë kryer asnjëra prej këtyre hallkave që ata. Ja. Për atë arsye, pse ka shumë siguri domethënë? Jam shumë i sigurt. Pse tash unë ajo është çështja ime, pse jam kaq shumë. Këtë që jam kaq shumë, në qoftë se prokuroria shqiptare merret me këtë punë, unë ju tregoj aty në pse jam. Jeni i gatshëm me dëshmu? Jam kaq i sigurt. Me dëshmu s'muj me dëshmu, po pse çka ma merr mendja mu për atë punë, se me dëshmu s'kam çfarë dëshmoj, kur s'ke pa kur gjë, kur s'e kanë me kërkon, kur s'ka thonë kërkush kur gjë, qysh do me dëshmu. Fakti që the edhe jo, që i përmenet emri juaj për atë arsye. Që më sharu edhe... Emni apet e ta përmenin në emnin, ata me pas, edhe ata e dinë, edhe familjarët e dinë që s'kam lidhjen me atë punë. Po, kush e ka bo, e ka ndërpre një linjë të mundshme të bashkëpunimit institucional tu QK-s me qëto forca. Tani, aty ka pas gjithçka në ata, se ata kanë pas tjetër jetë, kanë pas tjetër mënyrë të organizimit.
sepse ata nuk kanë ardhur nga lufta, shumica e tyre kanë qenë ushtar dhe ushtarak në paqe, të paqes, nuk kanë marrë pjesë në lufta. Dhe përgatitja e tyre ka qenë qysh me bë ushtrin variantet e vet. Ndërsa te ne për shembull kem pas probleme i majt njerëzit tonë 2 javë, 3 javë në ushtrime. Nëse ka qenë ky qëllimi sipas juve që me ndërprej këtë bashkëpunim institucional që po thoni edhe ju, a keni mund me qenë edhe ju cak? Cak? Do një atentati? Ja, nashta. Cak. Nëse ka qenë ky qëllimi, jem konë shumë herën, po... Po në atë kohë po flasim. Po, edhe në atë kohë, kanë pas shef. Po, se di, dikush, nashta,